Kolegu im Arbri ka vendosur që të blej një makinë, por kam frikë mos mashtrohem. Kam dëgjuar njerëz që blejnë makina nga Korea, Amerika, Belgjika, Gjermania, Italia, por nga Rumania vetëm Arbrin dëgjoj. Ç'ne kjo zgjedhje? Tani, kam një të afërm i lirë dhe më ka gjetë një super Skoda të vitit 2018. Shitësi thot që makina ka 140.000 kilometra origjinale dhe çdo gjë është perfekte. Por beso dhe kontrollo. U futëm në autotracer.com dhe morëm një raport nga Autotracer by Girafa dhe surpriza ja ku është. Nga raporti rezultoi që makina kishte qenë aksidentuar, diçka që shitësi nuk e kishte përmendur fare. Në krye të vitit, zotnia e kishte inauguruar makinën e tij të re me një aksident të vogël, pastaj me një tjetër në mars të vitit 2023 nga krahu i djathtë i makinës dhe që të mos i ngeli hatri krahu të majt e kishte goditur në shtator të po atij viti. Por për shplarje, një super aksident në vitin 2025. Pas ka ustallar të mirë edhe Rumania. Autotracer by Girafa është databaza më e madhe e veturave në Evropë, me mbi 30 vite përvojë në këtë fushë dhe ju ofron kilometrat origjinal, numrin e aksidenteve, fotografitë makinës, vendin e origjinës, të dhënat teknike të makinës dhe nëse ka patur ose nëse ka qenë e vjedhur apo peng i ndonjë banke apo kolateral në ndonjë kredi. Tani, kot nuk thojnë, më mirë informuar sot se sa i penduar nesër i lirë.